Një ditë pas ndarjes nga jeta të ish kryeministrit dhe liderit historik të socialistëve Fatos Nano, kryeministri Edi Rama ka bërë një reagim të dytë në rrjetet sociale, duke përcjellë ngushëllimet për familjen dhe bashkëpunëtorët e tij. Në reagimin e tij Rama cilëson Nanon një mik të rigjetur që sipas tij do të mbetet gjithmonë në memorien e vendit për rolin e tij vendimtar përgjatë ndryshimeve të mëdha që vendi kaloi në vitet 90. Me këtë videokartolin lamtumire për liderin historik të socialistëve, mikun tim të dikurshëm e të rigjetur sërish, Fatos Nanon, i cili u nda nga jeta pas një lufte e sfilitse me sëmundjen, por që nuk do të ndahet asnjëherë nga kujtimet tona e nga vendi i nderit në historinë e familjes son të madhe, u përcjell të gjithë atyre që e patën kryetar, shok e mik, ngushëllimet e mia vllazërore. Në nderim të ish kryeministrit Fatos Nano, qeveria shqiptare ka vendosur të shpallë zi kombëtare ditën e diel më 2 nëntor. Në respekt të këtij vendimi të dielën të gjitha institucionet shtetërore dhe publike do të ulin flamurin kombëtar në gjysmështisë. Më tej bëhet me dije se në orën 12 do të ndërpriten të gjitha veprimtaritë dhe do të mbahet një minutë heshtje në mbar vendin. Omazhet dhe ceremonia shtetërore do të mbahen te Pallati i Kongreseve në Tiranë. Nderime dhe omazhe për ish kryeministrin Fatos Nano kanë ardhur edhe nga jashtë vendit. Disa nga miqtë dhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt kanë reaguar, ku dy më të spikaturit, Gjorgj Papandreou dhe Adrian Nastase, kanë shkruar fjalë të ndjera për kontributin e Nanos në drejtimin e Shqipërisë. Sipas ish kryeministrit grek Papandreou, roli i Nanos u evidentua më së shumti në periudhat më të vështira të Shqipërisë, siç ishte ndryshimi i sistemit, por edhe kriza e vitit 1997. Fatos Nano i dha zë aspiratave demokratike dhe europiane të popullit shqiptar, duke udhëhequr transformimin e ish-partisë së punës në Partinë Socialiste të Shqipërisë, e cila bë forca kryesore e rilindjes së vendit. Rrugët tona u kryqëzuan më fort gjatë një prej momenteve më të vështira të historisë moderne të Shqipërisë, në krizën e vitit 1997, kur kolapsi i skemave piramidale e zhytën vendin në kaos. Ndërsa Fatos Nano ishte në burg gjatë pjesës më të madhe të kësaj periudhe të trazuar, ai u lirua pas zbutjes së dhunës dhe tronditjeve politike. Për Papandreun, Nano i shërbeu Shqipërisë dhe stabilitetit rajonal, duke mbajtur vendin me vendosmëri në rrugën e rimëkombjes dhe reformave. Vendosmëria e tij për ta çuar vendin përpara, për të nxitur pajtimin dhe për të rikthyer besimin tek institucionet publike ishte e dukshme gjatë gjithë asaj periudhe të vështirë. Udhëheqja e tij në një moment kur e ardhmja demokratike e Shqipërisë varej në fije të perit u tregua vendimtare për ta mbajtur kombin në rrugën e rimëkëmbjes dhe reformave. Fatos Nano ishte njeri i mendimit dhe bindjeve të thella. Ndërsa për ish kryeministrin rumun Nastase, Fatos Nano do të mbahet mend gjatë për rolin e madh që luajti në demokratizimin e jetës shoqërore në Shqipëri. Jemi takuar shumë herë gjatë viteve dhe mbaj mend qartë takimin ton të fundit në vitin 2003, gjatë mandatit tim si kryeministër i Rumanisë. Gjatë gjithë jetës së tij publike, Fatos Nano luajti një rol kyç në transformimin demokratik dhe modernizimin e Shqipërisë. Përkushtimi dhe vizioni i tij do të kujtohen me mirënjohje nga të gjithë ata që e njohën dhe e respektuan.